Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova deklaroi se shfuqizimi i balancuesit ishte i domosdoshëm për shkak të rreziqeve korruptive që ai krijonte. Në një deklaratë për mediat pas hapjes së fundjavës për pastrim të përgjithshëm, presidentja tha se jashtëquajturi balancues në formën në të cilën ekzistonte në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Nuk mendoj se bëhet fjalë për rënim, sepse balancuesi, ashtu siç ishte, në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Emërimi në pozitat më të larta ishte përqendruar në duart e individëve dhe ata fitonin një fuqi enorme, pothuajse sultanore. Ne nuk e shfuqizuam balancuesin sepse kështu donim, por sepse kjo ishte theksuar në raport. Në lidhje me çështjen për shtetësinë jo rezidente, ajo u përgjigj se zgjidhja duhet të miratohet përmes argumenteve. Lidhur me pritjet e saj për marrëdhëniet me qeverinë e re të Bullgarisë, Siljanovska-Davkova deklaroi se pritjet duhet të drejtohen nga qeveria e re bullgare dhe kryeministri Rumen Radev, duke theksuar se populli bullgar pret stabilitet, reforma dhe luftë kundër korrupsionit dhe krimit.